krejt ata që janë një keq, tonë ju kërkoj falje. Ta nëse menojnë që duhet me më kërku falje, mirë, unë jam mirë njës nëse, po edhe që më kërkojnë, unë prapë kanë të falën për me, çka do se nga bon përshtypje momenti, po jeta nuk është momentale, jeta është. Veç me pas fokusin ka pozitiviteti, me këqyrë marë. Jo, më marë tash me politikë, me që është i politike, është e rëndë. Atërisë mas pore me nga tregu se ndaj kujt je mirë njës një jetë? Për zotin mirë njës jam gjithmonë rrath parë për të prindëve të mi, pastaj edhe shoqënisë normalisht. Cilat janë ato veprime që i vlerëson mas shumë të këta njerëz që i përmende, ato që t'i kanë bën ndaj teje? Po të bazu, tash ato gjeneratat mas prindëve tonë, për shembull si puna jeme, tash e kam edhe gjeneratën të fëmijëve të mi, unë e levdona dhe ju flas edhe fëmijëve të mi, ju flas për gjenezën që ka kemi, për jardin, edhe munona dhe ata me konë. Unë jam munun hapave të familjes tem, kom qef edhe fëmijët e mi më shku hapave. Çfarë tipare mendon që duhet me i pas, me qenë se the që duhet me i përcjell ndër gjenerata? Po tipare duhet me konë veç respekt, me pas konsiderat me çmu vlerat, jo anti-vlerat, jo lakmin, jo gjanat, që nuk të bojnë që na bojnë përshtypje momenti, po jeta nuk është momentale, jeta është gjenerana, jetë. Fole për vlerat dhe njëra ndër vlerat që cilësohet mas shumë për të mirë është edhe kërkim falja. Ndërsa ka dikush që i kishte kërku falje në këto momente? Për zotin, po i kërkoj falje nëse dikush është një lëndum prej meje, me qëllim kërkuj se kom bo, pra krejt ata që janë një keq, tonë ju kërkoj falje. As kom diçka ekskluzivisht për kërkon se kërkuj që kom bo kur zonë jetë të ankur, me vedije jo. A mendon që dikush do të kërku falje? Edhe ata, që është anine, sa kom i bo, me nimi jam është. Që është ndjejna? Që është anin, po, nëse kanë bo, ata nëse menojnë që duhet me më kërku falje, mirë, unë jam mirë njës nëse, po edhe që më kërkojnë, unë prapë kanë të falën për me, çka do se kërkojnë nuk më ka lëndu fort shpirt nërë. Sa mos me ja falja? Ja. Sot jemi në Peja, më tregojnë se pse ja vlen me jetu në Pejë, se po besoj që ju jeni qytetari Pejës. Po ja vlen me jetu në Pejë, ja vlen me jetu në kretë Kosovë, po me që jemi të Pejës, pse? Një tri gjëra të bukura. Ta në janë të bukura, këto veç krejtë mbohet ka do me pa. Se ti mundesh me këthysa, medalja për idionëve, ti tash na jemi të pjekur, edhe ju gjenerata ashme, veç me pas fokusin ka pozitiviteti, me këqyrë marë. Mos me këqyrë se tash apë shkakua, është e kjartë, e mirë, e pjellë, tash mos me fokusu të ratë, po qërë dilin, shuën këto, veç me pozitivitet. A ka diçka që s'po shkon marë në Pejë, me na tregu shembulla që jetojnë në komuna tjera? Valla, me na informu. Unë e din edhe te, edhe unë i thash edhe kësaj kolege sot, jo, më marë tash me politikë, me që është i politike, është e rëndë, po. Jo keni orientime tjera, me zbulu, me ullumtu. Pa ka gjithmonë, ka në shësnin tonë, gjithmonë ka vend për me dëshiru, si janë zemë tjera, që na pëlqejnë, nëse s'na pëlqejnë, po duhet me që to çka kemi. Ka gjithmonë hapësirë për ma mirë. Po diçka që s'po shkon qaq mirë kohëve të fundit është kjo çështja politike, sidomos tash që kemi edhe periudhën e zgjedhjes presidentit, është një krizë të themi ashtu, ç'e ke pa ti këtë situatë? Kjo është problem edhe është preokupim i gjeneratës juaj. Përse